Moti bën kthesën e fortë nesër, ja çfarë pritet të ndodh me temperaturat. Për ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Rreshjet e shiut prezent do të jenë të erëpasershme me intensitet ulët që nga orët e 24 orshit deri në mëngjes në pjesën më të madhe të territorit, lokalisht në jug, rreshje në formën e shtrëngatave afatshkurtra. Gjatë ditës rreshjet pritet të mbeten prezente, të erëpasershme me intensitet ulët, ndërsa në veri perëndim dhe jug, hera-herës rreshje shiu me intensitet deri mesatar, në formën e shtrëngatave afatshkurtra kryesisht në orët e pasdites dhe të mbrëmjes. Në zonën e Alpeve dhe relievet e larta malore, verilindje, juglindje të vendit, rreshje dëbore me intensitet ulët. Temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato minimale në 0 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim juglindje jug me shpejtësi mesatare 5 metër në sekond. Përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, era me shpejtësi deri në 13 metër në sekond. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 2-3 ball.